Thot, aq ka qenë errësirë, sa që s'kemi mujt me i pa duart. Thot Enesi radiallahu anhu kur e përmend këtë ditë, thot dita kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam në Medinë, e dhaat kull shay, ka ndriçuar çdo sen kur u hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Thot ndërsa dita kur ka vdek është rërsu çdo sen. Sa që bën be Enesi, thot pasha Allahun. Na njani prej neve s'kemi mujt me e pa dorën e tij. Pra në sytë e tyne, atë që kanë përjetu vdekjen e pejgamberit alayhis salam, sa që kjo errësirë sikur ka qenë reale. Thot aq ka qenë errësirë, sa që s'kemi mujt me i pa duart tona. Kjo ka qenë sprova më e madhe që Allahu e ka sprovuar këtë umet. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kemi një hadith që transmeton Aisha e që shënon Darimiu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: cili do prej besimtarëve që sprovohet me ndonjë fatkeqësi, me vdekjen e dikujt prej anëtarëve të familjes së tij, me ndonjë telash, po të le të kujton vdekjen time. Le të kujton fatkeqësinë që i ka ndodhur me vdekjen time. Nga se thot askush nuk mund të mos sprovu më shumë se sa sprova që keni me pat, thot kur të vdes unë. Andaj Imam Neveviu këtë hadith nuk po na sjell kot. Ky po na bën këtë hadith në kapitullin e durimit për me na thonë ta shtyë edhe mu që po lexojmë librin e tij, ta shtellon çfarë arsye kemi mos me basabër. Sprova që të ka godit ty edhe mu, edhe jemi duke u ballafaquar me ta, a është më e madhe sa vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash cila është arsyeja që ne të mos me durum? Andaj Imam Neveviu me shumë logjik të pastër na sjell hadithën e parë, vdekjen e pejgamberit alayhis salam, për me na thonë neve se tash për cilën arsye mujmë me arsyetu mos durimin tonë. Kështu që nëse duam të shkojmë rrugës së të devotshmëve, dohet me pa durim.